Dhe përballë kërcënimeve të vazhdueshme që vijnë nga Rusia dhe sikundër kemi raportuar her pas here, shumë shtete europiane janë duke u bërë gati për një përballje të mundshme me Moskën, që përsa i përket blerjes së armatimeve të reja, por edhe përsa i përket personelit ushtarak. Këtë herë është Gjermania, e cila me sa duket do të kthejë shërbimin e detyruar ushtarak. Por çfarë është duke ndodhur aktualisht në politikën gjermane, dhe të cilat janë kërkesat për qytetarët? Gjermania do të kërkojë të gjithë burrave të regjistrohen për shërbim të mundshëm ushtarak, duke nisur nga 1 janar i vitit 2026, me shërbimin e detyrueshëm që do të rikthehet nëse numri i vullnetarëve nuk arrin objektivat e vendosura për të mbushur angazhimet e NATO-s. Shërbimi ushtarak modern po vjen, shpreh Jens Spahn, kryetar i grupit parlamentar CDU-CSU në një deklaratë për mediat. Plani i shërbimit ushtarak do të detyrojë të gjithë burrat 18 vjeçar të plotësojnë një pyetje mbi përshtatshmërinë e tyre për të shërbyer. Dhe nga viti 2027 do t'i nënshtrohen kontrollet mjekësor. Vendimi vjen ndërsa Berlini synon të krijojë ushtrinë më të fortë konvencionale të Europës. Pra, duke nisur nga 1 janari i vitit 2026, rreth 700.000 të rinj gjerman të lindur në vitin 2008 ose më vonë do të kontaktohen për të përfunduar regjistrimet dhe kontrollet e tyre mjekësore, duke shtuar ndër të tjera se edhe gratë do të marrin një letër, por ky shërbim nuk do të jetë i detyruar për to. Aktualisht Bundeswehri ose thënë ndryshe ushtria gjermane ka rreth 182.000 trupa. Modeli i ri i shërbimit ushtarak synon të arrisë këtë numër në 20.000 gjatë vitit të ardhshëm.